filloj direkt me brumin. Tu e zë një brum. Për këtë quhen buk pita. Buk pite. Pra, është një brum që fryhet, një buk që fryhet dhe mbushet. Dhe prandaj... Ndjeta i tharmi. Është me maja, po? Po, patjetër që është maja. Me maja, qumë është krip. Patjetër edhe, unë i vendos dhe pakës fare vaj. Pra, tek brumi, qumë shtivakët, majaja, sheqeri. Deri sa krijohet ai fermentimi, ai aktivizimi, më pas shtoj mielin me kripën dhe e punoj. E lë diku tek 25 minuta, gjysmore, që të vi. E punoj dhe e ndaj në kulaçka. Në 500 gram miell dalin diku te 6 kulaç në diametrin e plomës dorës. Unë kam pak më tepër, e punoj mirë, aq sa mos të kem një brum ngjitës, pra brumi të jetë i butë, po mos të ngelet për gishtrinj. Derisa bango, tavolina, tryeza të pastrohet nga masa e miellit. Në një tavë vendosim letër pjekje. Kemi vendosur këtu. Dhe bëj dhe, dale kam këtu, një ndarëse brumi, mos kam që ande një ndarëse brumi? Ne do të kishte sirtari. Dale një sekund, se këtu... është më mirë se ajo është si kalçuk. Dhe nuk në gjitë, po mi gjithë edhe me thikë. E lëmë se nuk është se më prish edhe në një punë të madhe. Katër ande dhe 4 këtej në 8 copë, në 8 pjesë. Derisa krijojmë kuleçet e rregullt në masa të barabarta. Unë thash kam më tepër, por tani që unë do hap edhe piten, nuk më duhet që të jetë e hollë shumë. Pa tjetër që do t'i lë pak të më aktivizohen. Se brumi e do. Këtë ndërkohë bashkë neve le të kalojmë dhe njëherë në lexim ato përbërësit e bukës pite. Çfarë përmban brumi? Ju duhet 500 gram miell, 300 ml qumë shtivakët, që bie pak a shumë një gotë e pak, 5 gram maja buke e thatë, dhe një lugë çaj sheqer, të dyja bashk aktivizojnë majan, duke i dhënë volum brumit, një lugë çaj krip dhe 2 lugë gjelle vaj ullirim. Pasi e kemi zënë brumin, e kemi lënë të pushoj, e kemi ndarë në pjesë të vogla, në kulaçka, dhe tani jemi duke i dhënë formën se cilës një letër pjekje, një tavë, do t'i vendosim, të pushojnë pak dhe t'i pjekim. Mielin, çfarë do lloj mielli të dëshironi ju? Pra, diku te pëllëmba e dorës, që edhe brumi mos jetë, edhe masa mos jetë e hollë, të thash brumi. Se sërish ato gjatë pjekjes do të fryhen dhe do të jetë ajo pjesa e brendshme bosh për të mund të mbushet diçka ose mund të qëndrojë ashtu siç është. Në të tilla, ne do na duhet edhe do të tepsi tjetër, po mbushim një tepsi dhe sa ta marr një, se s'është duke e lënë të pushoj dhe duke
vendosur më pas për t'u pjekur. Ndërkohë, vazhdojmë me pjesën tjetër të kulaçkave për t'i hapur në këtë trashësi, gati 0,5 sa mund t'jetë centimetër, dhe kur të kthehemi nga shkëputja e shkurtër, do t'i kemi përfunduar edhe kulaçkat e tjera së hapuri. Ja ku vim, përfundojmë me recetën e bukëve pite. Na duhen disa të tilla her pas here për të shijuar në një vakt. Edhe janë receta kështu të shpejta. Sa kohë ju merr për të gatuar ose për të përgatitur diçka tjetër, vjen brumi me përbërësit që unë i lexova dhe më pas ja i hapni kështu në kulaçka, edhe më pas në pec të vogla. Pra, diku Brumi të nuk plëndaj gjit, është dorës. i butë. Do të ketë një trashësi. Për shembull me fileton e fulës, cilën ne e vendosëm për t'u pjekur. Jo, për shembull, po atë është, prandaj kam vendosur. Ato ti kombinoj? Po, për fort. Atëre. Mund të fryhemi, i hapim, i mbushim brenda dhe i shijojmë Dhe i më lë së miri. të vinë. Do lihen në shtëpitë tuaja 30 minuta, në shtëpinë tonë këtë më pak se do na duhet që ti pjekim. Pjesën tjetër e pjekim pisi pite. Tjetër që. Pra edhe njëherë në brum, tek mielli, do të 500 gram miell, te gjysma e një pako nga paketimet Atlas, do të shtoni aty majan me sheqer nga një lug, qumësht të vakët dhe krip. Bashkë me vajin e ullirit e punoni brumin, e lini të pushoj dhe e ndani në kulaçka më pas. Kur e shikoni Nëse doni këtë t'i fakt, pishni, brumja e ripunoni. Po, ripunohet sepse duke me ngrohtësinë e dorës me ato fërkimin në tryez, largohet ajo cipa që Derisa fillon brumi që ti bindet ngrohtësisë dorës, atëherë është në rregull. Vërtet deri kur ti bindet, sepse këtu tash ti e marr dhe tani dhe kur ta pjekim, ta skuqim njërën, pak fare vaj, prania e majas e bën që të aktivizohet përsëri gjatë kohës që ajo fillon të marrë nxehtësi dhe të fryhet, marrë volum. i lë të vinë. Heq miell, thik, gjitha i heq. Gjitha se përfunduam, këtu të t'i lëmë pjesën tjetër. Kemi lënë në këtë ngrohtësim sa të mundemi, sepse këtu ka dhe ajër të kondicionuar dhe ndoshta nuk e favorizohem për të ardhur aq sa duhet. Shikojmë pak aty. Ja, ka marrë volumin e duhur. Një nga të dy anët, ndërkohë kemi vendosur filetot. Qëndron salca, duhet keni kujdes kosi të jetë i trash, pa ujë, në mënyrë që të qëndroj mirë tek filetoj, siç e shihni tani. Jetë e plot e trash si mas. E kemi marinuar me erëzat që i lexova, kemi bërë edhe pitet gati për t'u pjekur. Vazhdimisht kërkon që të kthehet. Derisa bëhet si tip balone. Po, është një më shumë si pjekje se sa skuqje. Plendos sërish. Ishte erdhët përsëri në kuzhinën e Reze Dielli, vazhdojmë të gatuajmë, vazhdojmë të përgatisim produktet, kemi sjell pitet, këto janë bërgati, këto të nxori kuzhina për momentin. Këto janë të tiganit, ë? Jo, janë të tiganit. Kemi gjë për të hequr? Po që janë bërë edhe pitet. Ato çfarë janë për të hequr i heqim. Shifi pak sa të bukura, tamam si balona, marr një dorez për t'i nxjerrë dhe për t'ia u treguar dhe anvisave tona se sa të bukura kanë dalë. Ja. Të lumë Dora. Të lumë të ty. Që i morë, se s'ta pritmendja se... Që e ke zirë dhe mbrumin aq mirë, ndërkohë filetën do ta lëmë edhe pak. Që të piqet mirë, përthithen mirë lëngjet.
Ndoshta kjo do donte pak më tepër, kurse këto të tjerat janë shumë mirë, me ngjyrën dhe janë Dikur i bosh mbani brenda. mend si mitet dikur. Pitet. Pra që nuk kishin ndyrë, bëshin pa ndyrë dhe fryeshin dhe në mes çajshin dhe vendosej mbushja. Kishte 2 lloj pitesh. Zënja e brumit dhe pastaj ishin me mish të grirë, ato ishin të mira fort. Dhe pitet do të na shoqërojnë të gjitha gatimet tona për sot, edhe fileton, edhe specat me vezë, janë të duhurat. Ty ja mund të shihni se si Por këto shikoja, ndrojnë. këto ftohen pak, jo direkt. Ftohen pak. Sigurisht, të japi mundësi për ta mbushur më Sa të pas mbarojnë në këto, forma nga më të e kemi ndryshme. të duhura. Dëgjoni këtë çfarë bëjon? Dhe të marrë një tavë edhe burat i vendosën furrë dhe këto. Të dyja janë të nxehta, edhe pitja, edhe filetoja, po megjithatë do përpiqemi që Faktikisht duhet të jenë, e thash edhe një herë, duhet të jenë të ftohta, sepse kur janë të ftohta, procesi do të dhe më mirë. Kështu janë nga brenda. të kap një Nëse ndiqni ato hapat që ju treguam, janë shumë të mira, të buta, aq më tepër kështu të ngrohta. Të provoj edhe këtë pjesë të tillë. Fantastike. Ja, Mirëzi, pra përpiqesh të provoja. kemi një xhep. Por mua më mungon tani mbajtësia. Si të bëni unë në shtëpi? Ja, këtu. Dale ma. Më thonë që... Do provoj pa tjetër. Çdo gjë që gatuhet në shtëpi Ja. është e mrekullueshme. Shumë mirë, speca, domate, që të kemi, ne kemi tek tava. Dëgjo, qa të doni bëni, ndash më kryqëzoni, ndash më pushkatoni, urdhëra. Ajo, unë shë dhe pakës krip. Mos e ha të Jo, gjitha. jo, e gjitha. Ja, pakës fare, po doni ju Super. Të lumtur. urdhëra, dale? Po, mirupafsh. Faleminderit për vëmendjen. Ne po i shijojmë recetat, i gjeni në kanalin tonë në YouTube dhe në rrjetet tona sociale. Ma mirë s'ka. Ai më ndaj dhe më bëj mua nga aty. I ke gjitha bashkë, Pëlqeu a? shumë sot. Ju presim pas pak në bisedat tona. Të lumshin duart.